mobilizim të shtuar edhe nga dita e djeshme. Unë folëm me kontraktorin, janë 9 eskavator prezent, 22 kamion, pra me një forcë të shuar të mjetesh. Ndërkohë gjatë mbrëmjes ka përfunduar devijimi i trupit lumor që godiste hekururën e shtetit. Ka përfunduar demontimi i shtyllës së tensionit të lartë, ndërkohë që do të fillojë edhe lëvizja spostimi i shtyllave tensionit të ulët. Bashkë me mua sot është edhe drejtori i operatorit të shpërndarjes. Kur pritet filloj projekti, do të thonë i ndërtimit të rrugës 1.3 km? Projekti ka nisur sepse edhe pjesë e masave për fillimin e tij është devijimi edhe i trupit lumor, ndërkohë që projekti në vetvete në detajet e veta po përgatitet nga projektuese dhe ne shpresojmë që në ditët sot, nesër, pas nesër ai ta ketë gati, ta dorëzojë në ARSH dhe ne pastaj nxjerrim konkluzionet tona. Janë përgatitur disa alternativa, të cilat ne po shqyrtojmë bashkë me hekurudhën e shtetit. Kjo është edhe arsyeja pse zoti Verdhe është këtu në krahatim gjithmonë në çdo vizitë që ne bëjmë kantier, sepse është një gjë që ne duhet ta bashkërendojmë me njëri tjetrin për zgjidhjen që do japim këtij aksi alternativ. Devijimi i lumit ka përfunduar, ndërkohë që po zhvendosen dherat? Po bëhet lehtësimi i trupit të rrëshqitur lart, duke filluar nga maja, për të hapur vende sondave që do të zhvillohen. Po sa i përket lëvizjes këmbësorëve, si do procedohet? Lëvizja këmbësorëve po procedon, siç ju e shikoni dhe po merrni gjatë kronikës tuaj. Megjithatë është e nevojshme domosdoshme të vihet një sinjalistik edhe një udhëzim, një gjë e cila ne sapo e urdhëruam tani si autoritet. Kjo është. Faleminderit. Atëherë sa i përket autoritetit hekurudhor, çfarë procedohet? Atëherë operatori i sistemit shpërndarjes nëpërmjet drejtorisë rajonale të Elbasanit që mbulon zonën e Librazhit të Elbasanit ka konstatuar që ditën e parë dhe ka dërguar ekipet e veta në terren për të bërë gjitha evidentimet e problematikave që mund të ketë linja që furnizon zonën në cilën ka ndodhur kjo gjë. Është një linjë që janë evidentuar probleme, që disa janë shtylla në aksin e rrugës, disa tjera nuk janë në aksin e rrugës, po janë ato terrene ku janë vërejtur rrëshqitje dhe probleme gjeologjike të tokës. Dhe nga dita e parë kemi filluar që të marrim masat tona për t'i paraprirë ndonjë rrëshqitje të mundshme të segmenteve që furnizojnë popullsinë e zonës në mënyrë që ne mos kemi shkëputje të energjisë në këtë rajon. Sot kemi filluar gjithashtu edhe një proces tjetër, siç evidentojnë dhe vetë në terren. Janë disa shtylla që duhet të spostohen në një kohë shumë shpejt, pasi në bashkëpunim me autoritetin rrugor shqiptar dhe me operatorin e sistemit transmetimit, ne të bëjmë të mundur që të punohet në aksin në të cilën do të punohet për krijimin e atij bypassi që do të bëjë të mundur dhe lëvizjen e automjeteve për mos pasur në probleme me qarkullimin. Të gjitha brigadat i kemi në terren, besojmë se sot nesër maksimumi do të kemi një rezultat që ky aks ku do të punohet të jetë i hapur përfundimisht dhe të mos kemi pengesë për të vijuar punimet të mëtejshme. Sot që po flasim, ka fshatra ku ka ndërprerje energjia apo situata është stabilizuar, pasi ditët që kaluam ka pasur ndërprerje? Sot që flasim nuk ka, për këtë arsye nuk ka fshatra apo zona që janë pa energji elektrike. Ditët e para kemi marrë neve masat e sigurisë, kemi ndërprerë në mënyrë të kontrolluar furnizimin me energji elektrike për të kuptuar dhe për të lejuar njerëzit e autoritetit rrugor apo të kompanisë kontraktore për të mos pasur ndonjë problem të mundshëm me jetën e punuesve që punojnë në këtë territor. Dhe garantojmë në një farë mënyrë që për arsye të shkareve gjeologjike, të paktën në këtë moment që jemi tani, nuk do të kemi ndërprerje të energjisë, pasi ne kemi ditë që kemi filluar spostimin e linjave, janë gati 15 shtylla që do vendosen në terren, ku vendosja e tyre në bashkëpunim me kontraktorin dhe me autoritetin rrugor shqiptar ka përfunduar, ngelet shtrimi i përcjellësit dhe mendojmë që shumë shpejt do të bëjmë dhe kalimin e përcjellësave në këtë segment që të mos kemi asnjë lloj ndërprerje të furnizimit me energji të banorëve. Faleminderit. Drejtori hekurudhor është bashkuar emergjencës, praktikisht është në prani të gjithë personelit të shtuar të ARSH-s. Merr pjesë në çdo ditë në këshillin teknik të saj për gjetjen e zgjidhjes. Tashmë projektuesit e veprës kanë nxjerrë 3 variante, të cilat do përpunohen nga këshilli teknik dhe për kostot eficiente dhe kostot financiare të procedurës. Do merret masa për Po, kjo është shumë e vërtetë. Po pra është mirë se duket kjo këtej. Po ku është ai? Jam që mund ta bëjnë një lidhje këtu te ky veni